sot Dumani ka marrë mallkimet e doktorit, e kemi mallkimet pak më vonë. Doktori asnjëherë nuk knaqet. E quan ordinere, quan përfshime banda, që nuk e quan ati Dumani. Një nga gjërat, një debat kryesore që e politizuan këtë moment, në vend që të gëzojmë për këtë moment suksesi që antimafia italiane me Spakun e tjera, do vëllë kanë shpallë në kërkim një bandë shumë të rrezikshme dhe të madhe tjera, na del tani që jo, Shqipëria, shqiptarët, me Artin Dumanin, e kanë dekonspiruar atë sepse duhet i kishën bërë këto arrestime, jo, e kanë vënuar këtë plan masësh arrestimesh dhe e kanë spostuar në bazë zgjedhjeve. Teknikisht e njëta, është e mundshme kjo nga analizë? Që ta kenë pala shqiptarët këtë influencuar për të shtyrë mas zgjedhjeve? Varet se si janë koordinuar dhe kjo është një çështje shumë e mbrëmshme. Dumani thotë jo, e ka thënë publikisht. Një gjë është çfarë thuhet për publikun e gjerë dhe një gjë është çfarë diskutohet në tryezat e mbyllura. Unë mendoj, jo, nuk ka lidhje me prokuroria shqiptare. Nuk është çështje procedurale këtu, se s'është punë procedure në vetvete. Këtu është më shumë çështje menaxhimit të situatës. Mendoj që mund të jetë hedhur në tryezë edhe opcioni çfarë do të ndodhte nëse do të bëjë një sulm i tillë në një fushat, në një situatë zgjedhore që nuk është nga më të qetat dhe që mund të krijonte edhe tension dhe mund të përdorej ndoshta nga palët politike për të tensionuar apo për të dhënë zjarr situatës. Kriminalët të rëndomtë ishin ata që të arrestohen. Jo, se nuk janë të rëndomtë ata. Nuk janë. Ata të përcaktojnë përbërjen e parlamentit dhe ndikojnë përbërjen e parlamentit, nuk janë të rëndomë. Po sa deputet, nuk kanë arrestuar deputetën e mos disinformuar. Fakti që nuk kanë arrestuar do të thotë që ata nuk kanë prodhuar deputet Kuvendit të Shqipërisë. Jo vetëm tani, po edhe në vitet e mëparshme. Ne dim për shembull në rastin e zotit Çërbja që është ish deputet që ka qenë i Partisë Socialiste se ka lidhje ky rast me drejt përderisa akuzohet për këtë. Duket deri në momentin që SPAK nuk bën publik as me iniciale emrat e personave që kanë firmosur urdhër arrestit. Ndërkohë që Italia ka bërë publik çdo skenar çdo implikim të individëve, prokuroria shqiptare nuk ka treguar asgjë për askënd. Se këto që ishin italianët që ishin këtu nuk kishin influencë. Në fakt Dumani foli se Dumani mbahet për kështu i drejt për drejt. Jo, dakor, për këto iniciale dhe të gjëra. Edhe në punën që bën përditshme se shoqyr zotit e njohim shumë vite më parë, tu 20 vite. Dumani tha diçka aty që ne kemi dhënë shembuj për të bindur dhe opinionin publik që ne kemi goditur dhe brenda llojit. Dhe përmendi edhe me shifra gati 80 procedime për punonjës policia. Megjithatë, fakti që ai thotë ne po bashkëpunojmë me policinë e shtetit ende, ne dim shumë mirë që në kupolën e policisë së shtetit ka drejtues të lartë të policisë së shtetit, dhe ne s'du ta habitemi pse na hikin këto kokat e këtij trafikut, se janë bashkë në këtë histori. Kam patur Enkro dhe Sky. Dhe janë prapë në funksione të larta policia.